Tani unë për shkak të punës jetoj në Shqipëri dhe shkoj në Gjermani në momentet kur unë kam mundësi që të shkoj edhe në të ri pranë familjes time. Sepse puna e bën të tillë që unë të ri më shumë në Shqipëri në fakt, sepse projektet muzikore unë i kam në Shqipëri, nuk i kam në Gjermani. Ndoshta dëshira jote për me qenë më afër Shqipërisë e bindë edhe bashkëshortën me ardha atë? Apo nuk do ta lente Gjermani? Sa jo e ka një punë shumë të rëndësishme? Ajo ka një punë shumë A do ta sakrifikonte? Parlamentin Gjerman? Parlamentin Gjerman, Bundestagu është pak... Problematik. është problematik, por... Shiko, ne kemi gjetur një zgjidhje të tillë, domethënë ne jetojmë në të dyja vendet. Edhe kur neve na ecën mirë marrëdhënia, pse mos me e shiju edhe kështu. Nuk e di ku është problemi, po okej. Ndoshta është pak si jetesë gjermane. Po jo, s'ka lidhje me jetesën gjermane. Unë njoh shumë... Kom diçka miri, sinqerisht. Është xheloze. Po është mos si s'është. Është xheloze. A ka pas ndonjë deklaratë e saj e cila kur doli jashtë ka pëlqyer fare? Ja. Ajo bile s'ka pas shumë deklarata. Ka pas disa simptoma xhelozie. Edhe në publik. Shiko, nëse nuk do kishte shenjat xhelozie, ky do ishte problem. Por kam përshtypjen që këto diskutimet, komentet për komentet e saj, apo deklaratat e saj, janë si puna saj që hypset vrava, zbriset vrava. Çfarë do të thoshte, do komentohesh. Edhe unë, çfarë do që kam bërë në Big, është komentuar. Edhe sigur të usidhe në një mënyrë tjetër, prap do komentohesha. Sepse Bigu për këtë punë është, me thënë drejtë. A je xheloz, Miri? Po, për gjëra që dua patjetër. Jam shumë xheloz. Do të thot ata... Jam territorial unë. Po, në Big Brother kam pas të drejtë, kur thonin Miri xheloz. Po, unë e kam thënë vetë. Që jam xheloz për të gjitha gjërat që dua. A ishte Selina ajo që doje ti? Për pjesë lojës patjetër. Për pjesë lojës. Për pjesën e lojës patjetër e doja. Për pjesën e lojës. A mendon që do shkonte ndryshe po të vazhdonte partneriteti juaj? Po më mirë se kaq në finalet do të shkuam. Jo, po a mendon që nëse do vazhdonte, ti do ta fitoje ndërsa ajo do ishte në vendin e dytë? Nuk e di, atë mund ta parash. Sepse po ti mbaje më afër, ndoshta strategjia do të funksiononte ndryshe. Po nuk e besoj se me që nuk ishim më bashkë në lojë, fitoj ajo. Nuk është kjo. Mendoj diçka tjetër, kështu që